Ka qenë një tragjedi e vërtet ajo që ka ndodhur ditën e sotme në mes të qytetit të Vjenës, dhe ngjarja po bëhet edhe më rënqethëse nga detajet e fundit që po hidhen në dritë nga mediat e atij vendi. Kanë qenë 4 punëtor, mes tyre 3 nga Kosova, të cilët humbën jetën pasi u varrosën nga betoni i lëngshëm, sepse skela ku ato po punonin pësoi një shëmbje të menjëhershme. Sipas raportimeve të gazetarëve vjenez, në momentin e aksidentit, betoni nuk ishte ngurtësuar akoma dhe u përhap me shpejtësi duke i mbuluar punëtorët në rënoja. Ato momente kanë qenë momente shumë dramatike, sepse kolegët e tjerë, të cilët nuk u prekan nga ky rrëzim i skelës, janë detyruar të heqin betonin me duar, pa pyetur fare për rrezikun ndaj vetes së vet, edhe për të shpëtuar kolegët, të cilët ishin në një gjendje të pashpresë. Edhe dita e sotme është një ditë shumë e trisht për ne shqiptarët, sepse është një ditë ku mungojnë 4 veta në apel. E kuptoni ju, janë 4 familje që kanë humbur njeriun e tyre të dashur, i cili si çdo ditë shkonte në punë për të mbajtur familje, por që sot ishte dita e fundit.